Përshëndetje nxënës, unë jam Fatmir Dervishi, mësimdhënës i lëndës matematikës. Dal po ofrohet edhe fundi i periudhës së tretë e po ashtu edhe fundi i vitit shkollor, kështu që unë kam përzgjedhur si njësim simore për të prezantoj një përmbledhje nga statistika dhe probabiliteti që do t'ju ndihmoj edhe në zgjidhjen e detyrave edhe nga jeta reale. Rezultatet e të nxënit që presim për orë janë llogarit mesataren aritmetike, modën, medianën nga të dhënat, zgjidh probleme nga jeta e përditshme duke e përdorur statistikën, përkufizon probabilitetin e një ngjarje dhe përcakton probabilitetin e saj, zgjidh probleme nga jeta e përditshme duke përdorur probabilitetin. Librin e matematikës klasa e 6 përdorni në kapitujt ose temat statistika dhe probabiliteti e po ashtu edhe librin matematika me detyra të zgjidhura të klasës së 6 statistika dhe probabiliteti. Shembullin e parë që kemi përzgjedhur është Enesi në lëndën e matematikës ka këto nota: 5, 4, 4, 5, 5. Sa është nota mesatare e Enesit në lëndën e matematikës? Kjo është një detyrë e cila ju nevojitet edhe juve tash në fund të periudhës së tretë ose edhe në fund të vitit shkollor, që të llogaritni se sa do të jetë nota mesatare në secilën lëndë, mirë po edhe sa do të jetë nota mesatare në përgjithësi. Pra që ta gjejmë mesataren aritmetike, i mbledhim numrat, që në detyrën tonë kemi 5, 4, 4, 5, 5, dhe pjestojmë me aq numra sa kemi mbledhur. Pra kemi 5 numra e pjestojmë me numrin 5. I kemi mbledhur numrat, rezultati është 23 thye për 5, kur i pjestojmë del 4.6, që do të thotë se nota mesatare e Enesit është 4.6. Shembulli 2. Ana të hollat që i shpenzoi gjatë 5 ditëve që ishte në shkollë i shënoi në fletore. Sa është mesatarja e të hollave që shpenzoi Ana nëse në fletoren e saj vërejmë numrat? Pra nëse vrim fletoren e Anës, atëherë shohim numrat: 0.50 euro, 1.20 euro, 0.80 euro, 0.75 euro dhe 1.25 euro. Që të gjejmë sa mesatarisht ka shpenzuar Ana brenda një dite, sa ka qenë në shkollë, atëherë duhet të mbledhim të hënat që ka shpenzuar për 5 ditë dhe t'i pjestojmë me 5. I kemi mbledhur të hollat që po i vreni në ekran: 0.50 plus 1.20 plus 0.80 plus 0.75 plus 1.25, që pjestohet me 5, sepse kemi 5 numra lartë që mblidhen. Rezultati ka dalë 4.5, thuje për 5 ose pjestim për 5, dhe del që mesatarja e të hollave që ka shpenzuar Ana është 0.90 euro ose 90 cent. Shembullin e tretë, po ashtu e kemi përzgjedhur nga jeta e përditshme, i cili është: temperatura brenda një dite ndryshon në vlerat: 3 gradë Celsius, 6 gradë Celsius, 7 gradë Celsius, 10 gradë Celsius dhe 4 gradë Celsius. Kërkesa e detyrës është të gjendet sa është mesatarja e temperaturës gjatë ditës. Sigurisht se në shembujt paraprak edhe këtu kemi mbledhur temperaturat ashtu siç kanë lëvizur dhe të gjitha kemi pjesëtuar me 5, sepse kemi marrë temperaturat që ka lëvizur 5 herë brenda një dite. I kemi mbledhur temperaturat dhe ka dalë 30 gradë Celsius, i kemi pjesëtuar me 5 dhe del që është 6 gradë Celsius. Në shembullin e katërt, kemi marrë detyrën, numri detyrave që jeta punoi gjatë një dite të javës, ajo i shkruaj në fletore dhe ishin 6, 4, 5, 1, 7, 8, 5. Cili numër tregon modën? Duke ditur se moda është ajo që përsëritet më së shumti, më së shpeshti, atëherë ne shikojmë vargun dhe vërejmë se numri i cili përsëritet më së shpeshti në varg është 5. Prandaj, numri 5 është modë. Shembulli 5
është dhënë vargu i numrave 2, 3, 4, 6, 1, cili numër tregon modën. Nëse krahasojmë këtë shembull me shembullin e 4, atëherë vërejmë se në vargun e dhënë nuk kemi numër që përsëritet. Prandaj, në këtë rast, në vargun e dhënë nuk kemi modë. Shembulli 6, kemi marrë vargun e numrave 3, 6, 4, 4, 1, 6. Kërkesa është cili numër tregon modën. Nëse shikojmë vargun, po vërejmë se në vargun tonë numri 6 përsëritet 2 herë, po ashtu edhe numri 4 përsëritet 2 herë, që do të thotë se edhe numri 4, edhe numri 6 tregon modën. Shembulli 7, është dhënë vargu i numrave 4, 1, 8, 40, sa është rangu i vargut. Nga njohuritë paraprake që posedoni dhe që i ka shpjeguar arsimtarja, atëherë e dim që rangu është ndryshimi i numrit më të madh dhe numrit më të vogël. Në rastin tonë, numri më i madh është 10, minus numri më i vogël është 1, barazi me 9, pra numri 9 është rangu. Këtë mund ta lidhim edhe me orën mësimit. Nëse një ditë kemi mësuar 1 orë, ditën tjetër 10 orë mësim, atëherë ndryshimi ndërmjet ditës së parë dhe të dytë është 9. Shembulli 8, është dhënë vargu i numrave 2, 4, 1, 6, 6, caktoni medianën e vargut. Gjatë zgjedhjes së detyra me medianën, duhet të kemi kujdes që së pari të bëjmë renditjen e numrave. Jo sikurse mesatarja aritmetike, moda dhe rangu që s'ka pas nevojë për renditje, te mediana kujdes duhet së pari të bëjmë renditjen. Kemi renditur numrat 1, 2, 4, 6, 6, dhe numri i cili është në mes të vargut, ai numër e paraqet medianën. Në detyrën tonë, numri që është në mes të vargut është numri 4. Shembulli 9, është dhënë bashkësia e numrave 3, 4, 7, 9, 1, 10, caktoni medianën e bashkësisë së numrave. Edhe te kjo detyrë po e përsëris. Së pari duhet të renditni numrat. I kemi renditur numrat 1, 3, 4, 7, 9, 10, dhe tani duhet të gjejmë cili është numri në mes. Po vrejmë se në këtë rast, në këtë varg nuk kemi numër që është në mes. Në këto situata duhet të marrim dy numrat që janë në mes, ti mbledhim dhe ti pjestojmë me 2. Numrat që janë në mes në detyrën tonë janë 4 dhe 7, pra këta dy numra 4 dhe 7, i kemi mbledh 11 pjesëtim për 2, 5.5 është mediana e vargut. Do të zgjidhim dhe analizojmë disa detyra në pjesën e probabilitetit, por së pari të përsërisim që probabiliteti një ngjarje A është raporti ndërmjet numrit të rasteve të favorshme dhe numrit të rasteve të mundshme. Ose të rastet e favorshme ne gjatë detyrës do të kemi si kërkesë, ndërsa numri rasteve të përgjithshme ju do të mendoni se sa raste ka ngjarja që ne e paraqesim para jush. Shembull, nxënës me shkronjën A janë 8, ndërsa klasa ka 32 nxënës. Kërkesa e detyrës është sa është probabiliteti ose gjasa që arsimtari ta pyesë një nxënës me shkronjën A. Nëse i referohemi për kufizimit lartë, numri i rasteve të favorshme edhe numri i rasteve të mundshme, atëherë në detyrën tonë numri i rasteve të mundshme janë 32 nxënës, sepse një arsimtar ka mundësi të pyesë 32 nxënës, varësisht se si pyet. Ndërsa numri 8 është numri i rasteve të favorshme. Në këtë rast kemi kërkuar që nxënësit me shkronjën A sa ka gjasa që ti pyet mësimdhënësi. Prandaj kemi probabiliteti i ngjarjes A është 8 thye për 32, thjeshtoj me 8 del 1/4. Shembulli i radhës, 2 monedha hidhen për një herë, sa ka gjasa të bien të dyja numra. Nëse hedhin 2 monedha, këtë detyrë mund ta bëni praktikisht, atëherë do të kemi 4 raste. Nëse me N kemi shënuar numrin që është në monedhë dhe pjesën tjetër e kemi shënuar me F fytyrë, atëherë do të kemi 4 kombinime. Ju lutem mundeni ta provoni edhe praktikisht. Në hedhjen e parë, po supozojmë
kemi këtë kombinim, numër fytyrë, në të dytën numër, në të tetën fytyrë numër dhe në të katërtën fytyrë. Kërkesa jonë është sa ka gjasa të bien të dyja numër. Nëse shikojmë kombinimet, atëherë vrejmë se kemi 4 kombinime, ndërsa vetëm njërë prej tyre i fundit FF e plotëson kërkesën e detyrës. Prandaj, probabiliteti është 1/4. 4 kombinime kemi, ose 4 raste të mundshme, ndërsa të favorshme kemi vetëm një fytyrë. Shembulli i radhës, nëse hidhet zari, atëherë sa ka gjasa që të bie numër tek. E dim që zari ka 6 faqe dhe në secilën faqe ka nga një numër, duke filluar nga numër 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6. Kërkesa jonë është që të bie numër tek. Duke ditur që zari pas ka 6 faqe dhe numrat tek në zar janë numrat 1, 3, 5, atëherë probabiliteti është 3/6. 6 raste, kërkesa është 3 sepse kemi 3 numrat tek. I thjeshtojmë, zgjidhja është 1/2. Nëse hedhim zarin, shembullin e hershëm, sa janë gjasa të bie numër më i vogël se 3 dhe në mbës sa janë gjasa të mos bie numër i përbër. Pra po vrejmë, kemi marrë këtë shembull qëllimisht, kërkesa e parë sa janë gjasat të bie, e dyta sa janë gjasat të mos bie. Sa janë gjasat të bie numër më i vogël se 3, numrat më të vogël se 3 dim janë 1 dhe 2, prandaj probabiliteti ngjarjes sa është 2/6, thjeshtojmë, zgjidhja është 1/3. Të ndalemi të rastin në B, se është rasti i parë që po e punojmë kësaj forme. Atëherë sa janë gjasat të mos bie. Gjasat të mos bie duhet ta kuptojmë pjesa e asaj që mbetet nëse bëjmë kërkesën të bie. Prandaj kemi probabiliteti ngjarjes B është 4/6. Pse? Gjithsej kemi 6 raste të mundshme, ndërsa të mos bie kemi 4. Nëse kanë qenë më i vogël se 3, numri 1 dhe 2, tash të mos bie numri 1 dhe 2 kemi 4, numri 3, 4, 5 edhe 6, që do të thotë i kemi 4 raste të favorshme. I thjeshtojmë, zgjidhja është 2/3. Ose mundeni që prej njëshit të zbritni gjasat që të bie numër më i vogël se 3 në rastin tonë dhe del zgjidhja e përgjigjes në B të mos bie më i vogël se numri 3. Pra mundeni ta punojnë në 2 mënyra. Kemi marrë shembullin e 14, hidhen 2 zare, për ju kam paraqitur tabelen, i kam paraqitur të gjitha kombinimet e mundshme, i lutem përdorni këtë tabel për zgjidhjet e tyre, kur keni 2 zare, sepse të gjitha zgjidhjet i keni në këtë tabel. Shembulli që kam përzgjedhur është sa ka gjasa të bien 2 numra qift. Shumë thjesht e shikojmë tabelen, i keni të gjitha kombinimet, prandaj me të zezë kam hjezuar kombinimet e zgjedhura nëse mund t'i vreni 2-2, 2-4, 2-6, 4-2, 4-4, 4-6, 6-2, 6-4 dhe 6-6. Pra kemi gjithsej 36 kombinime të mundshme, ndërsa të favorshme ose sipas kërkesës tonë janë 9. Thjeshtojmë me 9, zgjidhja është 1/4. Shembulli 15, hidhen 2 zare, sa ka gjasa të bien 2 numrat më të mëdhenj se 4. Prap shfrytëzojmë tabelen e më sipërme, 2 numrat më të mëdhenj se 4 i kam selektuar me ngjyrë të kuqe për ju që të vini më lehtë, pra janë 5-5 kombinimi i parë, 5-6 i dyti, 6-5 i treti dhe 6-6 kombinimi tjetër. Nëse numërojmë, pra kemi 4 raste që e plotësojnë kërkesën tonë. Kemi 36 mundësi, 4 janë të favorshme ose kërkesa jonë thjeshtojmë përgjigjja është 1/9. Përmes tabelës që lutem formoni edhe shembuj të tjerë dhe përdorni këtë tabelë. Shembulli i radhës që mund të hasni një të përditshme është: në një sport janë 3 topa të zi, 5 topa të bardhë dhe 8 topa të gjelbërt. Sa janë gjasat që të tërhiqet një top i zi? Pra kemi sportin me topa, nëse numërojmë topat pa dallim ngjyre, vrem që i kemi 16. Pra mundësia për të tërhequr një top është 16. Por sa janë gjasat që të tërhiqet një top i zi, atëherë janë 3. 3 gjasa. Pse i kemi vetëm 3 topa të zi? Pra gjithsej 16 të mundshme, 3 kemi të favorshme ose sipas kërkesës dhe përgjigjja është që gjasa ose probabiliteti që një top i zi të tërhiqet janë 3/16.
Shembullin 17, në një fermë ka 30 pula, 40 gjëç, 20 pata dhe 20 gjela. Sa është probabiliteti që nëse hapet dera e fermës, i pari të del një gjel? E analizojmë rastin, pra i kemi në përgjithësi nëse i mbledhim, i kemi 110 shpes. Pra, të mundshme i kemi 110. Tash, nëse hapet dera e fermës, atë gjasa që të del një gjel është gjasa 20 që i kemi më lartë, po e përcillim. Pra kemi 20 gjela, prandaj kemi probabiliteti ngjarjes është 20 të 110. Thjeshtojmë 0 me 0 dhe zgjidhja është 2 të 11. Kur jemi të probabiliteti, e kemi përmendur edhe gjatë shpjegimit, atëherë probabiliteti mund të jetë nga 1 deri në 0. Pra mund të jetë 1, 0 dhe të gjithë numrat që janë mes 1 dhe 0-s. Kemi bërë një pyetje, probabiliteti mund të jetë, duke analizuar probabilitetin që është prej 0-s deri në 1, atëherë dyshi nuk është, numrat negativ nuk janë, 3 dytët është më e madhe se 1, prandaj përgjigjja saktë është 1/2. Shembulli 19, gjatë një loje futbolli, lojtari duhet të ekzekutojë gjojtje të lirë. Sa janë gjasat që të shënoj gol? Pra, nëse analizojmë, gjasat mundësit janë 2, shënon ose nuk shënon. Kërkesa është sa janë gjasat të shënoj, prandaj kemi 1 dhe përgjigjja është probabiliteti është i barabartë me 1/2. 2 janë të mundshme, 1 është kërkesa nëse e favorshme dhe përgjigjja është 1/2. Në orën e edukatës fizike, shembulli 20, janë 30 nxënës në klasë të 6. Sa janë gjasat që një nxënës të jetë më gjatë se 2.8 metër? Nëse analizojmë detyrën, atëherë vërejmë se 30 janë gjasat e mundshme, pra 30, atëherë me gjatësinë 2.8 në klasë 6 ose s'kemi me gjatësi 2.8, prandaj kemi 0 gjasa, dhe kemi përgjigjen 0 thuje për 30, 0 nëse pjesëtohet me 30, përgjigja është 0. Pra, nëse themi sa janë gjasat, atë përgjigja është 0 ose është e pamundshme. Suksese dhe mirupafshim në ligjëratën e sinjesinë në radhës mësimore.